Si përfaqësuese unitetit popullit, jo është dashur me pas edhe rol unifikuese dhe mos me pas gjuhë polarizuese. Gjuha ju shpeshherë ka qenë polarizuese. Ma jap një shembull. Po jam për shembull kur u caktu data e zgjedhjeve. Çka ka kjo të bëjë me gjuhën? Me 28 vjetor, një deputete, një partie politike opozitare, po, ju ka thujë presidente Dejona Mihajli. Kur gazetarët kanë kërku për juve me komentu këtë akuzë deputetes opozitare, përgjigja ju i ka qenë. Njeri që e pas ka thonë. Shpifje. As nuk ja vlen të merrem as një sekond me akuzat e saj. Kemi gjëra shumë më të rëndësishme. Është me zë dhe me figurë kjo. A duhet jetë kjo gjuha e presidentes të Kosovës? Fjalia e parë nuk është thënë. Fjalia e parë nuk është thënë. Njeri. Njeri, po. Që e pas ka thënë, keni dashur me e thoni se keni thonë dhe keni vazhdu. Tash pas këtë fillu edhe me ma lexu mendje. Edhe keni vazhdu me thonë që as nuk ja vlen të merrem as një sekond me akuzat e saj. Po. Kemi shumë gjëra më të rëndësishme. A është kjo gjuha që duhet me e përdorë presidentja e Kosovës ndaj një përfaqësuese të popullit? Në radhë të parë, ne do të duhej të merremi me gjuhën skandaloze që shumë përfaqësues të popullit e kanë përdorur në raport me mua dhe unë kur nuk ju kam kundërpërgjigje. Presidentja mbi palët? Po unë jam mbi palët duke mos ju përgjigjur. Të dëshmoj që është rol. Jo, kjo është përgjigje, dhe është akuzë shumë e rëndë. Nuk do të merrem, sepse kemi punë më të rëndësishme, është kundërpërgjigje. As nuk ja vlen të merrem as një sekond. Dhe njeri. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë kjo? Deputeti janë fjali ka marrë 27.140 vota në zgjedhjet e fundit. Po natyrisht edhe... A nuk është kjo ofenduese për këta 27.140 qytetarë? Absolutisht, në asnjë moment unë nuk e ofendoj asnjë qytetar të Republikës së Kosovës dhe unë jam presidente e tyre dhe ata e dinë që unë jam presidente e tyre. Çka është skandaloze, është e para që gjërat të cilat nuk i kam thënë, të citohen sikurse i kam thënë, që nuk i kam thënë. Nuk kam thënë njeri që çush e thatë ju? Njeri, unë në kuptua. Jo, nuk, po tash, ju keni qef me në kuptu. Qa keni dasht me thonë ato? Po tash asë që kom kujtu, edhe e një frenu. Po tash, nuk e kam thënë. Për gjëra që nuk i kam thënë fare, unë mendoj që është thjesht vënje në kurtha të propagandës, në të cilën nuk jo, nuk është propagandë, kjo është me zë dhe me figurë. Kjo është me zë dhe me figurë. Ajo që ju e lexuat nuk e kam thënë me zë dhe me figurë. Njeri. Ajo pjesa tjetër nuk e kam thënë. Që pas ka thënë, keni dashtë dhe jeni frenu. Po ju nuk keni bajt, zonja presidente, ju nuk keni bajt distancën e nevojshme as ndaj qeverisë të Kosovës. Si po mendoni distancën? E para e punës, do të thotë ofendimet që i kanë bërë shumë deputet në raport me mua për gjatë këtyre viteve, kur nuk jam marrë me ta. Pra një presidente, kur thotë nuk dua të merrem, sepse kam punë shumë më të rëndësishme, është e kundërta e ofendimit. Në fakt nuk po merrem me ofendimet, por po merrem me punë më të rëndësishme. Ky është përfaqësim i popullit.